إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, jemi në mësimin ton fragmente nga jeta e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mësimin e kaluar bëm një përmbledhje të historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe sot me lejen e Allahut madhëruar kemi historinë e betejës së Uhudit. Siç e tham më parë, Allahu subhanahu wa taala I dha sukses të madh besimtarve në betejën e Bedrit, ku Allahu I madhëruar I dha një fitore të dërguarit të tij dhe besimtarve, dhe shkatërroi kurthet e jo besimtarve dhe pasuesve të shejtanit. Ishte momenti kur Ebu Xehli, që Allahu e mallkoft, u tha parijës së vet: ne do t'i zhdukim besimtarët në Bedër dhe do të qëndrojmë 3 ditë në vend, duke pirë verë dhe duke kënduar, por Allahu I madhëruar bëri që 70 nga krerët e jo besimtarve të eliminoheshin në këtë betejë madhështore, ku morën pjesë engjëjt e Allahut me lajket, dhe pasi u kthyen në vendin e tyre në këtë disfat të madhe, ku shumica dërmuese e krerëve të tyre u eliminuan, atëherë ata morën vendim me njëri tjetrin që të mos qajnë për këtë disfat të madhe që pësuan. Por kjo ishte një dënim tjetër për Allahut madhëruar, sepse njeriu kur qan I shfryhet pak ajo dufi dhe mërzitja dhe I largohet disi. Kështu që kjo ishte një dënim mas dënimit. Duke qenë se krerët kryesor u eliminuan në këtë betejë, atëherë drejtimin e Mekës e mori Ebu Sufjani, pra nga ato që kishin ngelur nga krerët e Mekës. Dhe Ebu Sufjani ka qenë aktiv në luftë kundra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në momentin e çlirimit të Mekës, ku Allahu e udhëzoi dhe e bëri atë musliman, dhe Islami I tij u bë akoma më I mirë në vazhdim, derisa u bë nga shembujt e muslimanëve, Allahu qoftë I kënaqur prej tij. Në këtë kohë Ebu Sufjani u betua që do të hakmerrej ndaj muslimanëve,
dhe bëri një lëvizje ku me disa prej ushtrisë arriti në anën perëndimore të Medinës, ku qëndruan ke një fis aty, dhe pasi morën informacione, vajtën dhe pren disa hurma të cilat ishin të mbjellat e tokës aty, dhe vran 2 persona, një person nga ansarët dhe një nga njerëzit aleat të tyre. Por i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e ndoqën Ebu Sufjanin në këtë vepër që bën dhe u larguan me të shpejt, dhe kjo betejë quhet beteja e Sewikut, sepse Sewik është një lloj ushqimi që përgatisnin në atë kohë nga mielli, dhe duke qenë se donin të iknin sa më shpejt, e hodhën mbrapa ushqimin e tyre, dhe nga ushqimet që hodhën më tepër pra ishte kjo e Sewik, prandaj duke u larguar dhe duke hedhur ushqime për të ecur kafsha sa më shpejt, u quajt beteja e Sewikut. E tham që beteja e Bedrit u bë në Ramazan në vitin e 2 të Hijretit. Dhe deri në betejën e Uhudit është 1 vit i plot. Dhe beteja e Uhudit ka ndodhur në Shawal, pra muajin pasardhës që vjen mbas Ramazanit, të vitit të 3 të Hijretit. Ne nuk po ndalemi në të gjitha betejat e vogla që ndodhen në këtë vit, por do t'i kalojmë shkurtimisht të përmendim gjërat më kryesore në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kalojmë ke beteja e Uhudit, dhe Uhudi, siç ju e dini, është një mal në veri të Medinës. Ebu Sufjani kishte mbledhur fiset e Mekës, kishte mbledhur dhe disa që quheshin Ahabish, pra ishin disa farefise, të cilët në një lugin që quhesh Ahbesh kishin bërë aleancë dhe marrëveshje dhe u quajtën Ahabish, dhe ishin gati 3000 veta, dhe nga këto ishin 200 kalorës. Në krahun në njërin krah të ushtrisë ishte Khalid ibn Walid, dhe në anën tjetër ishte Ikrima ibn Abi Jahl. Të dy këto më mbrapa pranuan Islamin, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre. Në këtë kohë ishin prej atyre që e luftuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një luftë të ashpër. Khalid ibn Walid ishte një strateg i madh dhe do të quhej më mbrapa shpata e Allahut nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe konsiderohet një nga gjeneralët më të mëdhenj të gjitha kohërave në historinë e njerëzimit. Khalid ibn Walid bashkë me kalorësit e tij u afruan, pra Ebu Sufjani bashkë me Khalid ibn Walid dhe Ikrima ibn Abi Jahl dhe gjithë ushtrinë, pra 3000 veta, u afruan në Uhud, në malin e Uhudit, në veri të Medinës. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëri një mbledhje, një konsultim me besimtarët, dhe i kërkoi atyre mendim. A të dalim nga qyteti dhe përballemi me ushtrinë, apo të qëndrojmë në qytet.
Në fillim i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam hodhi mendimin që të qëndronin në qytet, por disa nga sahabët e nderuar, të cilët nuk kishin pasur mundësi të merrnin pjesë në luftën e Bedrit, se siç e tham, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u përgatit në mënyrë aq të mirë në luftën e Bedrit dhe vajtën ashtu siç ishin në gjendjen e tyre, pa i marrë të gjitha forcat me vete dhe përgatitjet. Dhe ata që nuk kishin marrë pjesë në betejën e Bedrit këmbgulën fort me dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam që të dilnin dhe të përballeshin me ushtrinë armike në Uhud. Atëherë, në këtë moment, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam futet brenda në shtëpinë e tij dhe ata e kuptojnë që ndoshta e kishin tepruar me këtë fjalë dhe në këtë moment shfaqet edhe kreu i munafikëve, Abdullah ibn Ubej as-Saluli, i cili donte që të qëndronte në Medinë dhe e shfrytëzon në rastin për të folur dhe ai për të dhënë mendimin e tij, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte veshur prazmoren dhe kishte veshur helmetën, pra atë pjesën e kokës të cila nëse ju e keni parasysh është një me rreth hekuri e cila vendoset mbi kokë dhe mbulon po ashtu dhe pjesën e qafës dhe kraharorit me ato unazat dhe kishte veshur jo një po dy prazmore. Çfarë do të thotë kjo? Që muslimanët mbështeten tek Allahu subhanahu wa taala dhe njëkohësisht bëjnë edhe shkaqet për të realizuar punën e tyre. Dhe marrja e shkaqeve është gjithashtu prej mbështetjes ke Allahu azza wa jall. Dhe kjo është dhe rruga e të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam. Pra, dhe tha nuk i takon, pasi ata i thanoi dërguari i Allahut, ndoshta ne e tepruam, po të duash mund të qëndrojmë në qytet, tha nuk i takon një pejgamberi i cili ka veshur rrobat ushtarake që ti heqi ato derisa të luftoj. Dhe u nisën besimtarët në përballjen e tyre dhe ishin rreth 1000 veta. Pra 1000 veta në përballje me 3000. Gjatë rrugës u shfaq tradhtia e kreut të hipokritëve, Abdullah ibn Ubej as-Saluli, i cili bashkë me 300 të tjerë u larguan nga ushtria për të demoralizuar muslimanët, dhe kur një sahabi nderuar Abdullah ibn Jahsh erdhi dhe i tha dhe i qortoi pse po largohen, ata thanë sikur ne të dinim që ka një luftë vërtet, ne do të kishim ndetur. Atëherë ai i qortoi ashpër dhe u largua prej tyre. Dhe me këtë largim mbetën besimtarët rreth 700 luftëtar kundrejt 3000 jo besimtarëve. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam përdori një strategji të mirë nga ana ushtarake, e vendosi ushtrinë dhe në njërin krah ishte një kodër që quheshe Jebel El Ainein, ose mal, ose kodër El Ainein, që më vonë do të merrte emrin kodra e harktarëve. Në anën në mbrapa tyre ishte mali i Uhudit dhe në majtas ishte kodra e harktarëve, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendosi 50 harktar për të mbrojtur krahun e ushtrisë. Dhe u tha atyre porosi që në asnjë mënyrë ju nuk duhet të largoheni
nga pozicioni, sepse mbetet zbuluar baza dhe qendra e ushtrisë, pra kur ishin krerët, kur ishte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe mundet që sulmoheshin nga mbrapa. Pra, në qoftë se ata qëndronin në kodër, ishte e pamundur për kalorësit e jo besimtarëve që të rrotulloheshin dhe të vinin mbrapa tyre, prandaj i porositi që të qëndrojnë në këtë pozicion edhe sikur të ndodhte çfarë të ndodhte. Fillimi i betejës ishte shumë i mirë për besimtarët dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ia dha shpatën e tij Ebu Duxhanes, pra u tha njerëzve që kush do ta marrë këtë shpatë dhe t'i japi hakun asaj. Dhe pasi njerëzit donin ta merrin atë, të ia dha Ebu Duxhanes. Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka qenë një nga trimat e vërtet musliman. Dhe në këtë betejë erdhën edhe fëmijët, disa prej fëmijëve, të cilët ishin jo në moshë të madhe, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i refuzoi, ata i ktheu mbrapsht dhe pranoi njërin prej tyre. Dhe pasi i dëgjoi këtë Semura ibn Gjundub, e dëgjoi dhe tha, unë jam më i fortë se ai. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e dëgjoi këtë fjalë dhe i vuri në garë të dy, dhe pasi ai i fitoi, pranoi këto të dy, kurse të tjerët i refuzoi dhe i ktheu mbrapsht, sepse nuk ishin të përshtatshëm dhe nuk ishin të mëdhenj aq sa duhet. Dhe pasi filloi betejë e Uhudit, në fillim besimtarët fituan dhe i zbrapsën jo besimtarët, derisa ata arritën tek gratë e tyre dhe tek fëmijët e tyre, pasi i kishin marrë me vete edhe gratë dhe fëmijët, që të ishte kjo më të jepte atyre zemër që të mos ktheheshin mbrapsht, mos të zbrapseshin në betejë. Kjo ishte një nga manovrat që bënin jo besimtarët në atë kohë, që për të qenë sa më këmbgulës në betejë, merrnin me vete dhe familjarët e tyre. Dhe megjithatë ata humbën fillimin e betejës dhe u zbrapsën derisa arritën ke gratë e tyre. Në këtë moment, një pjesë ose shumica e harktarëve që ndodheshin ke mali i Ajnein ose mali i harktarëve, siç njihet sot, e lanë pozicionin e tyre, dhe zbritën për të marrë nga plaçka e luftës. Dhe komandanti i tyre u tha, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e ndaloi rrepsisht që ju ta lini pozicionin. Por ata thanë, është e pamundur për ata që të rikthehen, sepse tashmë betejë mbaroi. Ata u zbrapsën dhe u larguan. Në këtë moment kur shumica atyre zbritën dhe lanë pozicionin, atëherë Khalid ibn Walid shfrytëzoi momentin dhe me kalorësit e tij del tek kodra dhe pasi eliminon komandantin e çetës që i qëndronte në kodër, nisen për tek pjesa ku qëndronte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nga ato persona të cilët u nisën për të vrarë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte Ibn Qami'a.
ky person afrohet dhe dëshiron që të godas dhe të eliminoj të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kishin mbetur me dërgumin e Allahut një pjesë e vogël e besimtarëve dhe të gjithë ata me një heroizëm dhe me një trimëri të madhe, dhe këtë e bënin për hir të Allahut të madhëruar dhe dashurinë që kishin për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, e mbrojnë të dërguarin e Zotit me të gjithë fuqinë që kishin. Dhe pasi bien njëri mas tjetrit, sidomos nga ensarët, atëherë afrohet komandanti i ushtrisë, Musab ibn Umair, i cili kishte ngjashmëri me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam nga pamja, dhe Ibn Qamia e godet dhe mendon që ai ishte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nga ngjashmëria që kishin, dhe normalisht nuk dukeshin plotësisht nga veshjet ushtarake që kishin veshur. Atëherë vërtet thot, unë e vrava Muhamedin. Në këtë moment shejtani vërtet me zë të lartë që Muhamedi është vrarë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë përballje u godit me një gur e cila i theu dhëmbin e poshtëm të përparëm dhe dy hallka nga hallkat e mbulesës kokës, pra mbulesës i hyn në fytyrën e tij, pra. Dhe një nga sahabët ja heq ato hallkat, duke edhe kafshuar hekurin me dhëmb derisa ju thyen dhëmbët e përparm. Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Dhe gjaku i rrithte të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në fytyrën e tij, por jo besimtarët, pasi vran Musab ibn Umair, menduan që e kishin vrarë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ishte një moment ku shejtani shfrytëzon lajmet e këqija, për përhapjen e lajmeve të këqija, dhe kjo është një taktik e njohur në luftë, saqë disa njerëz stepen dhe demoralizohen. Kur disa e lanë luftën dhe një nga sahabët, Enes ibn Nadhr, i shikon këto persona që ndaluan luftimin dhe i tha, çfarë po prisni? Tha, u vra i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Atëherë tha, nëse i dërguari i Allahut është vrarë, ta dini që Zoti i tij nuk vritet kurrë. Çfarë do të bëni ju me jetën pas tij? Shkoni dhe ju dhe bëni atë që bëri i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe u nis ky sahab dhe i thot një prej sahabëve të nderuar, i thot, unë betohem në Allahun që po ndjej erën e xhenetit poshtë Uhudit, dhe vërsulet në ushtrinë armike dhe bie dëshmor, dhe kur e gjejnë më mbrapa, gjejnë që ishte goditur më shumë se 70 herë. Allahu qoftë i kënaqur me sahabët e tij. Më mbrapa një nga sahabët e shikon, Ka'b ibn Malik, e shikon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe me që e kishte dhe zërin e lartë, thot, o musliman, gëzohuni, ja ku është i dërguari i Allahut. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja bën që të heshti, ja bën me shenjë që të heshti. Dhe në këtë moment shfaqet, domethënë, trimëria e madhe e sahabëve që e mbrojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me trupat e tyre
e përqafonin atë që dhe ato shigjetat binin mbi ta dhe ata nuk lëviznin. Derisa përfundon kjo betejë e vështirë me një humbje të madhe nga ana e besimtarëve, ku u vranë rreth 70 sahab, dhe pejgamberi sallallahu mbeti i plagosur në fytyrën e tij dhe u gjakos, por Allahu subhanahu wa taala donte t'i sprovonte besimtarët dhe t'i jepte të mësojnë që çdo gjë vjen, nëse çdo gjë e keqe vjen kur kundërshtohet urdhri i Allahut dhe urdhri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një betejë ku u dallua besimtari i vërtet dhe hipokriti, dhe kjo është një betejë ku u dallua ai që e ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ai që e kundërshton atë, dhe çfarë pasojash ka kundërshtimi i rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse ne mendojmë që nuk është një diçka e madhe. Pra mundet që dikush të kundërshtoj rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të mendojë që nuk po bën diçka të madhe, por kjo mund të sjellë dëme të mëdha në veten e tij dhe në shoqërinë islame. Prandaj njerëzit, nëse do t'i vijë një e mirë, të falenderojnë Allahun azza wa jall, dhe nëse do të shikojnë që i vjen e keqja, të mos qortojnë tjetër përveç se vetët e tyre, të cilët kanë lënë mangut nga zbatimi i urdhrit të Allahut dhe urdhrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë moment ngjitet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në malin e Uhudit, dhe nga që ishte i plagosur dhe ishte i rënduar, atëherë një nga sahabët i bëhet atij si shkallë për të hypur, dhe në momentin që ngjiten, falin namazin ashtu të ulur. Pra kjo tregon për rëndësinë e namazit, që edhe në këtë moment kaq të lodhshëm dhe kaq decisiv, falen me xhamat dhe i përkulen Allahut subhanahu wa taala. Kjo betejë është betejë që është përmendur në Kur'an, dhe gjithashtu besimtarët nga kjo ngjarje kanë mësuar dobi të shumta, se njeriu kalon në faza të ndryshme, herë fiton dhe herë humbet, por duke u bërë analiza, atëherë kjo i tregon besimtarit rrugën që duhet të ndjeki në lidhje me zbatimin dhe ndjekjen e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kaq shkurtimisht për këtë betejë, dhe ata persona të cilët shkojnë në Medinë, është e pëlqyeshme që të vizitojnë varrezat e dëshmorëve të Uhudit dhe t'i luten Allahut për ata besimtar të mirë, dhe të bëjnë dua për të, dhe të mos merren me gjëra që nuk kanë shpërblim ke Zoti, dhe mund të hynë gjithashtu ke bidatet që e bëjnë të domosdoshme disa që të hypin në për kodra apo të hypin në për male, por sa ajo që është e rëndësishme në vizitën e besimtarëve të këtyre varrezave është që të zbatojnë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: vizitoni varrezat sepse ato ju përkujtojnë ahiretin. Prandaj çdo person që shikon vepra të pahishme në këtë vend duhet të urdhëroj për të mirë dhe të ndaloj nga e keqja. Ne e kemi parë që disa njerëz bëjnë gabime në këtë vend, prandaj e kujtojmë me që erdhi dhe rasti dhe momenti. Allahu a shpërbleft
me të mira për dëgjimin tuaj dhe e lut Allahun e madhëruar që të na bashkojë dhe ne në xhenetin e tij me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.